Zoti i lartësuar në Kur'an e përmend në suratul Qiyame, verseti i 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah", që do me thonë dhe betohem seriozisht në shpirtin kritikues. Që i bie se kur betohemi ne për shembull pasha Zotin e Madh, pasha Kur'anin ose dikon tjetër, do me thonë është diçka shumë e vlefshme për neve. Prandaj edhe Zoti betohet në nafsul lawame, shpirtin kritikues. Dhe tani shtohet pyetja, çfarë duhet të bëjmë? A duhet ta kritikojmë veten apo të mendojmë negativisht për veten tonë? Ta kritikojmë veten, do me thonë për veprat e tona që mund t'i kemi bërë gjatë ditës dhe duhet që ato t'i përmisojmë gjatë ditëve tjera, spaku në mbrëmje, duhet të bëjmë llogaritjen e punëve tona, fjalëve tona, veprave tona që kemi bërë gjatë ditës dhe të kërkojmë pendim. Dhe kështu pra në këtë mënyrë, duke e kritikuar veten, por me qëllim që të përmisojmë veten, ky pra është një virtyt i madh i besimtarit të vërtet. Por nga ana tjetër, shpeshherë ka njerëz të cilët kanë mendime negative për veten. Kjo është shumë e dhimbshme dhe si bie në mjekësi, në psikologji dhe operimi i trurit. Nga ana tjetër ka edhe të tillë njerëz të cilët kanë mendime negative për veten, sepse kjo arrihet nga zbehja e vetbesimit, nga fjalët që njerëzit t'i thonë, edhe nga moskënaqësia e tjetrit e të njerëzve që të rrethojmë, e që ajo moskënaqësi mund të jetë e madhe apo e vogël, ajo nuk është problemi jot, po është problemi i tyre. Prandaj ne është mirë që ta kritikojmë veten dhe të përmisohemi, por jo të krijojmë mendime negative për veten, sepse me krijimin e mendimeve negative për veten na humbim dashurinë për veten, nuk e dojmë veten, nuk kemi motiv, nuk kemi dëshira, nuk kemi emocione, kemi plot shti, nuk na punohet, nuk kemi menaxhim të punëve gjatë ditës. Prandaj në vend se të keni mendime negative për veten tuaj, më mirë është që të flisni me trurin tuaj, me veten tuaj si me një mik, e jo si me një armik. Sepse kur flet ti me mendime negative për veten, atëherë krijon edhe ndjenjen e fajsimit. E kur krijohet ndjenja e fajsimit, atëherë preket edhe ndërgjegjja jonë dhe kështu gradualisht ne e shkëtrojmë veten tonë, e humbim besimin, vetbesimin në veten tonë. E nga ana tjetër, Zoti shumë mirë po na këshillon. Ja eyyuhan nafsul lawame. Betohem, pra, o ti shpirt kritikues. Pra, kritikoni veten dhe përmisojeni veten, kërkoni edhe falje njerëzve, sepse ne normal ne gabojmë. Duke filluar prej antarëve të familjes, nuk është turp me kërku falje gruas apo falje me kërku fëmijëve dhe kundërta. Prandaj kërkoni falje, mos e kritikojeni veten për veprat e juaja. Bëni llogaritje në mbrëmje, ndërsa kurse si mos krijoni mendime negative për veten, por flisni me veten me mendime pozitive si me mikun, jo me armikun. Nëse ju ka pëlqyer ky mendim, ky studim i vogël, mësim i vogël nga unë, atëherë bëja një share atyre që janë të nënvlerësuar, kanë mendime negative për veten. Bëhuni mirënjohës Zotit që sot jeni ju, ata që po e dëgjoni, këtë fjalë të Zotit. O ti shpirti kritikues, e jo o ti person që mendon negativ për vete.